Të nderuar meshtar, të nderuar profesor, studiues intelektual, dashamirës të librit dhe të kulturës shqiptare. Mirë se keni ardhur në këtë veprimtari të veçantë, kushtuar promovimit të dy vëllimeve të veprës, Buzuku i lehtë lexueshëm, një ndërmarrje e rëndësishme shkencore dhe kulturore e profesor asistent doktorit Vincenc Marku. Sot ne nuk promovojmë thjesht një libër, në mendimin tim. Sot nderojmë një përpjekje shumë vjeçare për t'ia rikthyer lexuesit shqiptar monumentin më të hershëm të gjuhës së kulturës sonë të shkruar, Mesharin e Gjon Buzukut, duke e bërë atë më të afërt, më të kuptueshëm, më të aksesueshëm edhe nga njerëzit, studentët, madje edhe publikun e gjerë të ditëve të sotme. Ne, unë dhe Lisandri dhe profesori që kanë studiuar për letërsi, mbani mend dikur nga Gjon Buzuku vetëm shprehjen e tij që gjua shqipe po bderret dhe aq ishte fiksuar në memorian ton vizive shkrimi. Po sot e kësaj dite, në sajt të punës së profesor Vincencit, do të kemi të mundur ta shohim, ta kuptojmë, ta ndjejmë dhe ta lexojmë edhe vetë Buzukun. Profesor asistent doktor Vincenc Marku është një nga studiuesit më të njohur të Universitetit Luigjë Karakuqit të Shkodrës, pedagog prej vitit 1995, ish dekan i Fakultetit Shkencave Shoqërore, ka studiuar në Padova, Itali, autor monografish, përkthyes, studiues i letërsisë, i cili gjatë viteve të fundit është përkushtuar në mënyrë të veçantë edhe studimit të Buzukut dhe historisë së hershme të shtypshkrimit shqip. Me botimin Buzuku i lehtë lexueshëm në vitet 25-26 ka sjellë një kontribut të ri në albanologji në studimet mbi kulturën shqiptare. Pra sot nuk kemi mbledhur thjesht për të promovuar një libër. Jemi mbledhur për të promovuar dy vëllimet e veprës Buzuku i lehtë lexueshëm, një punë e vyer shkencore dhe kulturore që rikthen në vëmendje një nga momentet më të rëndësishme të historisë sonë, lindjen e shqipes së shtypur dhe lidhjen e saj me qytetërimin evropian të librit. Në qendër të kombëtesës qëndron Meshari Gjon Buzuku, monumenti themeltar i gjuhës shqipe si kontributi i vyer i studiuesve bashkëkohor, ndërta dhe profesor asistent doktor Vincenc Markut dhe pararences së tij studiueses italiane Lucia Nadin, të cilët kanë ndriçuar me kërkime të reja misteret e frontespicit, tipografisë dhe kontekstit historik të kësaj vepre të jashtëzakonshme. Mos harroni, Shkodra dhe Venecia kanë qenë të lidhura prej shekujsh me ura kulture, tregtie dhe feje. Venecia, mbretëresha e Adriatikut, u bë për shqiptarët jo vetëm një portë shpëtimi pas rënies së qyteteve shqiptare pas vdekjes së Skënderbeut, por dhe një qendër ku kujtesa kombëtare vazhdoi të jetonte përmes librit të kulturës. Marin Barleti na e ka përcjell këtë lidhje në mënyrë madhështore në veprat e tij, por ajo vazhdoi të jetojë në heshtje edhe në jetën e qytetarëve të zakonshëm shkodran. Më lejoni këtu disa kujtime personale për të bërë më të rreqës që nuk lidhen drejt për së drejti me kombëtesën, po gjatë viteve të mia si student në Shkodër, ndërsa mësoja gjermanisht, profesor Vincenci më kujtoi një mikun tim të vjetër, Samiun, i cili në lulishte në universitetit ndante me ne njohuritë e tij mbi botën dhe kulturën evropiane. Më vonë kërkimi im në librat të vjetër më çoi në një mësues të moshuar për cilit bleva libra në gjermanisht, me sfaqjeve të tyre gjeta një bilet të operës së Venecias të vitit 1878, ku një qytetar i Shkodrës kishte shkuar për të parë operën në Venecia, apo si që thonë në gjermanisht në Venetik, nga ku ka kaluar edhe emërtimi. Pra, ky digresion mund të jetë jashtë objektit të kombëtesës, por në vërtet ai na rikthen tek thelbi i Mesharit, ruajtja e kujtesës dhe identitetit përmes kulturës dhe marrëdhënieve kulturore. Meshari nuk është vetëm libri i parë i njohur në gjuhën shqipe, është një akt i madh kulture, një akt rezistence shpirtërore dhe një deklarat identiteti në një epokë kur trojet shqiptare ndodheshin në pushtimin osman dhe kur rreziku i humbjes së kujtesës historike ishte real. Në një kohë kur armët kishin eshtur pas epokës së Skënderbeut, libri u bë forma e re e mbijetesës sonë kombëtare. Në këtë kuadër, kërkimet e profesor Vincenc Markut mbi frontespicin, pra ballinën dhe tipografinë e Mesharit,
marrin një rëndësi të jashtëzakonshme, ato na tregojnë se edhe një fragment i dëmtuar i një kornize ksilografike mund të shndrohet në një dritare drejt botës së shtyp shkrimit venecian të shekullit të 15 dhe 16 përmes një metode krahasuese, duke analizuar botimet e tipografëve të kohës si Bernardino Benali, Matteo Capsaka, familjen Zani, Bindoni të tjera. Studiuesi rikthen jo vetëm aparatin figurativ të mesharit, por dhe universin kulturor që u krijua aso kohë. Por të mos e zgjatur me fjalët e mia, unë do t'ja le fjalën vetë autorit të librit, zotit Vincenz. Libri Meshari Gjon Buzugut faktikisht do të bëjë një hyrje shpjeguese, sqaruese të kësaj në marrëtime lidhe me letërsinë shqipe, e cila faktikisht nuk asnjëherë nuk e ka ngjarë zhvendës sistemi, por me që na marrëm letërsinë e huaj dhe kam dhënë 30 e sa vite leksion në Universitetin e Shkodrës, kam botuar disa libra për kthime, disa gjuhë huaja. Gjithmonë më zgjon të korreshtin ideja se si ka është e mundur që libri i jon i çmueshëm, kryelibri i kulturës tonë, mos arrihet lexohet nga studiuesit, as nga vetë unë. Përmend s'ka di disa rreshta, unë doni Gjoni Bjebi dhe Buzugut, por kaq mbyllej gjithë historia. Dhe ne punonim në gjuhë të huaja me Lisandër mikun tem kena përkthyer i libër dikur e madhërishme e Longinit. Pra shtyhemi në shekuj, në thellësitë e shekujve të përkthejmë libra nga gjuhë të huaja, nga gjuhë, për shembull, nga frëngjisht kam përkthyer nga frëngjisht e vjetër, artin poetik, dhe të mos arrijmë të lexojmë librin që na dëshmon ne, që është qenia jon, vetdia jon kulturore, ku ne mund të ndërtojmë personalitetin, por edhe vetveten tonë të jemi më mirë, sepse mbi bazën e një kujtese sa më zgjeruar, aq më mirë e gjejmë veten brenda saj, dhe sa më mirë që njohim veten dhe historinë tonë, aq më të suksesshëm do të jemi në të ardhmen tonë. Në këtë marrëdhënie me Buzukun të ri, nuk është rasti që u mora me Buzukun, gjithmonë aty flinte në sirtar një ëndër që të merrem me te. Por ajo që më shtyni ishte se unë kohët e fundit, siç ndodh sot me intelektualin që nuk mund të merret vetëm një fushë studimi, por të merret disa fushë studimi, sepse përveç se nevojave dhe knasive estetike janë disa nevoja tjera që ne s'ka nevojë të përmendim, e u mora kohët e fundit e nevojat e përkthimit për të fituar, siç fiton gjithkush, dhe pastaj për të bërë edhe fonte. Kam bërë fontet për lahutën e Malësisë, madje ajo që më shtyni më tepër ishte një tip dhëhe që përdorej të zani Shnandot, e cili nuk gjehen në asnjë vend. Ai dhëhe gramët fillohet të merrem me ndërtimin e këtij fondi që do të shkruanim për lahutën. Sepse s'kishte kuptim të marrshim shëja tjera grafike për të shkruar. Dhe fillova ashtu gradualisht dhe bana gërmat e lahutës, edhe anëzat Parnasit, Mrizit Zanave, të gjitha fondet që ne si studiues është e mira faktikisht që të citojmë me tekstin original, të jemi sa më afër atij teksti. Por një ditë për ditësh një kolegë jemi më thotë, por ne kemi Buzukun, kemi tekste që se deshifrojmë dot, si bëjmë dot, dhe ai është një studiues që marr me 30 vite, s'po e përmend emrin, por që është marrë Buzukun, i thamë, po hajtë të shojmë herë këtë punë, se si është këtë punë, i kapa mora gërmët, i pash, teksti lexohej, madje lexoj lehtë, siç kam shkruar këtu, por edhe thash, po atë të provojmë ta bëjmë këtë fond. Lisandja kam treguar një fabrikë që prodhon fonte, që prodhon gërmë pra si për me shkruar libra, më kërkoi fillimisht një $10,000 për me fillu, për një set gërmësh. Buzukut i shkonte me $80,000 për të bërë. Atëherë thash më mirë për mësoj vetë, dhe ju vuna e përveshja me mësu krijimin e gërmëve dhe i kam ba. Dhe si që shini ju këtu për shembull, po e dëshmoj për shembull, shikoni me kujdes, ja kjo është Word. E fshim, i bimi do i fshis, pap, dhe s'është. Shikoni nuk është. E kthejmë prapë se ne jep mundësinë Bill Gates i me pa këtë punë, dhe e shohim. Por ne mund të kthejmë edhe në gërmë tjetër, shihni se ka shkruar me gërmë Buzukut aty. Që e vëm New Times Roman, që na del, çfarë ndodh me tekstin. Atëherë, fillimisht u mendova duke zbuluar gërmat e Peter Schoeffer, që ishte gërm stilizuesi i Gutenbergut, me cilin është shkruar Bibla për herë të parë, botimi i parë i Biblës,
Mendohet që gjeta dhe garmat e Bozukut, por nuk i shara as 10-s po as 1-shit. Dhe fillova të shoh që nuk është garma e Bozukut ajo. Dhe gjatë kërkimeve të vazhdueshme pash që garma e Bozukut ishte një garmë që quhet rotunda gotike, edhe që bënte pjesë në një mori për 1800 lloje garmësh. Hajde t'i bim në test se cila është garma që ka përdorur Bozuku. Fati dhe puna dhe kërkimi vazhdues, se kam 4 vjet që marr këtë punë, çoj që të takohem me tipografin Bernardino Benali, dhe më thanë, ju mu taku fizikisht, po me libra, të pa, dhe gjithë një botimin e vitit 1515, kur pash që gjithë garmat tipi i karakterit 1 i Bernardino Benali, që kishte afërsisht 19 tipe karakterësh, ishte ai që kishte përdor Bozuku. Problemi është si gjehet, por si ta banim atë garm, që ta bënim të lexueshëm. Ta rishkruajmë Bozuku, se Bozuku siç kishim pas ne përpara me zi, me atë letër bardhëzi, kishin humbur edhe garmat. Nuk ishte mundshme të lexoj. Atëherë vendosa të marra në mënyrë aventurore faktikisht të punoj për ndërtimin e këtij fonti.